Një baba I pasur kishte 2 fëmijë, një djalë dhe një vajzë. Çdo mbrëmje kur kthehej në shtëpi, vajza e tij vraponte për ta përqafuar, sytë e saj plot dashuri. Por ai gjithmonë sillte dhuratë vetëm për djalin e tij, I cili pranonte ato me pak emocion dhe largohej menjëherë. Vajza nuk merrte kurrë asgjë. Ajo qëndronte e qetë megjithëse zemra e saj ishte lënduar. Babai besonte se djali I tij një ditë do drejtonte biznesin e familjes, kështu që I dha atij gjithë vëmendjen e tij. Një natë, në darkë, ai I kërkoi vajzës së tij të shkonte të hante me nënën e saj. Pak çaste më vonë ai filloi të mbetej pa frymë. Djali I tij I humbur në telefon nuk e vuri re, por vajza u fut me mbrapa. Ishte e friksuar, por e ndihmoi atë që të merrte frymë përsëri. Ai e përqafoi me mirënjohje, por të nesërmen jeta u kthye te e njëjta rutinë. Përfundimisht vajza u largua nga shtëpia me zemër të thyrë, por e vendosur të ndërtonte jetën e saj. 10 vjet kaluan. Një mëngjes I qetë trokiti derën e saj. Ishte babai I saj, më I moshuar, më I dobët, me sy të përlotur. Ai tha: "Vllai yt ka vdekur. Un kam kancer. Mund të jetoj edhe një muaj. Të lutem, ktheu në shtëpi. Kam nevojë për ty." Ajo e përqafoi atë butësisht. "Nuk mund të kthem baba," tha ajo me zë të butë, "por unë të fal. Zemra ime nuk mban më hidhrim, vetëm dashuri që shpreson të kuptohet një ditë." Babai uli kokën. Në heshtje ai kuptoi se dashuria që ai kishte rënë pas kishte qenë dhurata më e madhe që nuk kishte ditur ta çmonte. Morali, dashuria vërtet fal. Ajo nuk mbani natë, por pret me durim si një dritë që nuk shuhet dhe kur e lën në errësirë. Çfarë do të bëhet ti? Më shkruaj më poshtë. Zoti Bekov.